Sepse unë mendoj që mbas zgjedhjeve të fundit, në momentin që partitë e vogla dhe të reja nuk arritën rezultate spektakolare, saq mund të shpresonin që të kishin për shembull 7, 8, 10, 15 deputet. Por janë të dy partitë që nuk janë ende në tryezën tonë, kanë gjithsej 3 deputet. Dhe ka një lloj zhgënjimi racionalist nga ana e elektoratit që niset nga ky supozim. Vota e ardhshme për këto dy parti nuk do të jetë dhe aq efikase. Ndoshta njerëzit shpresuan që këto dy parti do merrnin shumë vota, nxjerrin shumë deputet. Por dolën, u testuan dhe u konstatua që kjo votë nuk qek aq e fuqishme. Domethënë, një njeri që ka votuar supozojmë për Adriatik Lapen, nuk e ka të njëjtë votën, peshën e votës me dikë që ka votuar për PD-n ose për PS-n ose në një parti tjetër. Domethënë, kjo lloj logjike ne e dimë, ka një racionalitet në votë. Kjo lloj logjike besoj do të shtyjë edhe partitë e vogla që për ta maksimizuar votën e tyre, mbështetjen e tyre, të afrohen rreth një bashkimi ku mund ta kenë më të kollaj dhe për të negociuar pastaj një pjesë të tyre të impaktit në vendimarrje. Nga pikpamja e publikut, duke bazuar në deklaratat e tyre, natyrisht publike, duket një lloj anomaliteti te të dy formacionet politike. Pra te rasti mundësisë, duke qenë se ju keni qenë strategjisti kryesor i fushatës elektorale të saj. Një nga personat që kanë kontribuar në mënyrë modeste. Por gjithsesi dhe i propozuar prej tyre për kryetar bashkie, duke pas një afërsi ideologjike shumë të afërt me Partinë Demokratike, pra nuk është se kam ndonjë ndarje apo ndasi të madhe ideologjike. Pritshmëria ishte që kjo të ishte partia e parë që aq më tepër që dhe kandidati apo deputeti Agronshaj ka dalë si deputet i Partisë Demokratike më parë. Nga ana tjetër, kërkesat e artikuluara publikisht Shqipëria bëhet, janë kërkesa që unë paktën si lexues nuk i shoh shumë larg atyre që keni artikuluar dhe ju, paktën si forumi dialogut politik, pra kur flitet për apo opozita politike në Shqipëri me Partinë Demokratike, kur flitet për një qeveri besimi fjala bie, apo qeveri teknike, kujdestare, mund t'i vëmë çfarë do emri duam, apo mendimet e kodit zgjedhor, të cilat natyrisht favorizojnë dhe partitë e vogla, të cilën dhe ju vetë unë ju kam ndjekur që keni shprehur publikisht. Atëherë çfarë bën të pakapërcyeshëm ngërçim për të bashkëpunuar në një front të përbashkët opozitar, duke qenë se edhe protestat po i zhvillojnë të gjithë palën ndërte. Nuk ka ndonjë ngecje të madhe. Në rastin e zotit Lapaj, një nga kërkesat e tij kryesore që nuk është realizuar në këtë moment nga Partia Demokratike ka qenë vendosja ngulja në shesh. Domthon, ulja në shesh, vendosja e çadrave, karrikeve, çdo lloj gjëje që tjetë, edhe qëndrimi i përhershëm 24 orësh, 7 ditë javës në shesh. Kjo është një kërkesë që Lapaj e ka pas. PD-ja nuk e ka marrë përsipër këtë gjë dhe kjo është ajo ku dallojnë dallimi kryesor, sepse elementet e tjerë janë. Pra Lapaj kërkon një çadër të re. Domethënë, por Partia Demokratike refuzon të. Kërkon bashkim të forcave në protestë të përhershme. Nuk kërkon që edhe forcat e tjera politike të ndërmarrin të njëjtën formë proteste që ka zgjedhur ai. Është e drejtë atij legjitime që ta kërkojë. Mund edhe të ndodhi. Nuk është çudi edhe që të ndodhi.